Në derisa jemi para një akuze, të cilën e ka Spaku, Belinda Balluku nuk mund t'japin llogari në parlament as në një institucion tjetër lidhur me çështjen, sepse nëse do jepte disa informacione të cilat do t'i përdoreshin pastaj në Spak si prova për çështjen e saj. Dhe me drejt ajo nuk mund të jetë e pranishme. Sepse ka dhe një ligj, ka dhe një arsye pse s'duhet jetë. Në këtë rast, a nuk do të duhet t'jap përgjegjësi para shqiptarëve sepse bëhet fjalë për një aferë që shkon deri në kufit e 190 milion eurove? Po, për këtë duhen prova. Akuzat mund të jenë të ndryshme, mund të akuzohen gjithë. Por ama, derisa jemi para një akuze, ajo nuk duhet japin asnjë informacion tjetër, në asnjë vend tjetër, as në parlament, as në qeveri edhe as kund. Derisa të mbyllen hetimet. Në këtë rast, a nuk do të duhet ishte marrë një masë sigurie ndaj Belinda Ballukut, sepse opozita për shembull e konsideron një lloj manovre që mund të prish edhe provat. A rrezikon në këtë rast që Belinda Balluku të prish provat? Tani, nëse do merremi me opozitën dhe me pozitën, automatikisht do ndeshemi me këto arsye, që jo kështu, jo ashtu, jo 100 milion, 10 milion, jo miliarda euro, miliarda lek. Por ama, në rastin konkret që nuk ka një akuzë, nga organi i akuzës, është e pamundur që të kërkohet ose të jepen këto fakte dhe këto prova mi bazën e opozitës. Opozita ka rolin e vet, mundohet, pra ka gjetë, si thonë Belinda Balluku tani në këtë moment, dhe nuk ka asnjë tjetër për të akuzuar. Dhe të gjithë lufta që po bëhet që të godasin Belinda Ballukun dhe të shkojnë tek Rama. Por a do shkojnë është tjetër gjë. Ne e dim që gjitha këto manovra, gjitha këto veprime janë të Ramës, nuk janë të Belinda Ballukut. Pra janë urdhra të qeverisë. Më thuaj një njeri në qeveri, në të që i mundohet ose nuk mund të zbatojnë urdhrin e Edi Ramës. Asnjë. Po, në këtë rast, sa i përket Spakut, e ka komunikuar një akuzë siç është ajo e shkeljes së parazisë në tendera dhe të premten e kaluar Belinda Balluku ishte në Spak ku njoh me këtë akuzë. Po mima, tani edhe shqiptarët po duhet ta kuptojnë se Belinda Balluku është zëvendës kryeministre e Shqipërisë dhe nuk është ajo antarja e tendrave që mund t'japin mund të ndikojnë, mund të jetë për ndikim në qoftë se vërtetohet ndikimi, po jo se ajo ka dhënë urdhra derisa nuk del asnjë institucion, asnjë drejtor, asnjë punojës i shtetit që të thonë që më ka urdhëruar Belinda Balluku për të kryer një veprim. Në qoftë se nuk kemi një deklarat, një kallëzim penal ndaj saj, atëherë mbetet gjithmonë në momentet për ta hetuar çështjen. Dhe për ta hetuar çështjen, nuk mund të jetë vendimet kolegjale, nuk janë vendime të cilat mund t'i hetojnë as Spaku as kërkush në botë. As ligji nuk ta lejon, nuk mund të ndërhyjë. Në këtë rast, sa rrezikohet vetë Edi Rama nga afera e zëvendës kryeministres Belinda Balluku? A qëndron Edi Rama pas gjithë kësaj skeme dhe është duke dërguar atë në Spak ashtu siç bëri dhe me Erion Veliajn? Ai po ban një manovër teknike, ju kam thënë disa herë që regjizori i cili ka Rama është regjizori më i aftë në botë, edhe Hollywoodit ja kalon. Pra, ky regjizor që e ban këtë regji kaq bukur sa se ke idenë. Dhe Rama nuk mund të merret as si pandehur, as me çdo veprim që mund të jetë bërë kolegjal. Pra, ndonë se ne e dim që Rama edhe në kohën e Covidit u çote prej gjumit edhe nxirrte një ligj. Pra, dhe thote në emër të qeverisë. Po qeveria nuk ishte mbledhur asnjëherë. Por ama, ato janë vendime të cilat i përkasin në momentin kur votohen. Ai dha këto ligje, dha këto veprime dhe përsëri është në krye të qeverisë me votat mjaftueshme. Po sa e rrezikon vetë qeverinë dhe Edi Ramën kjo aferë? Po për çfarë do ta rrezikojë? Në qoftë se do vendoset
që tjetë e implikuar Belinda Balluku, është Belinda Balluku. Nëse do jetë një ministër, është një ministër. Nëse do jetë një drejtor drejtorie, është një drejtor drejtorie. Pra, nuk mundet që kryeministri të marrë përsipër të gjitha gabimet e kryera nga institucionet ose nga drejtuesit e institucioneve. Përveç asaj, kur ai është në dijeni të diçajet dhe nuk ka marrë masa. Por edhe pse nuk ka marrë masa, nuk do thot që ai të njeket penalisht, ose të bjen qeveria për hatër të opozicës, o për hatër të Amerikës, a Europës, a dikuj. Po sa i përket përgjimeve të kryera nga ana e SPAK-ut ndaj Belinda Ballukut dhe varësve të saj, ku ajo komunikon me ta konkretisht me ish-kreun e ARSH-s Evis Berberit, ku i kërkon me ngulm që të çojë përpara pjesën e tenderit të tunelit të Llogaras, duke i thënë që nxirres e plasa. Pra këtu ka një lloj direktive që vjen nga Balluku në drejtim të varësve të saj. Tani është interpretim si mund ta marrin personat, por asaj i përket SPAK-ut për ta hetuar këtë çështje. Për çfarë i ka thënë nxirre, për çfarë i ka thënë, a janë të vërteta, a janë këto, a kanë nevojë për një ekspert të kësaj fushë, a janë të vërtetë, pra çdo gjë do t'i nënshtrohet një hetimi. Pa ju nënshtruar një hetimi dhe pa dalë përgjegjësia penale, e cila mund shkojë një vit 2, nuk mund të arrijë në këtë konkluzion. Në këtë rast, ju si e shikoni vetë fatin e Belinda Ballukut? A do të ketë ajo të njëjtin fat si Veliaj, apo edhe si vetë ish-presidenti Ilir Meta? Belinda Balluku si kokë ramollës për sa akuza ka. Po ta them që është e pamundur me ato akuza të arrihet tek Belinda Balluku. Ndonë se morale janë tjetër gjë. Për sa i përket ligjit, ne po flasim për ligjin, ajo nuk ka asnjë lidhje ligjore për sa i përket dhe asnjë mas nuk mund të merret për sa i përket mesazheve që ajo mund t'i dërgojë dikujt ose dikush i ka dërguar asaj. Pra ne duhet të ikim një herë mirë. Pra edhe gjykata kushtetuese, edhe gjithë institucionet duhet shihen edhe vendimet e Strasburgut, çfarë flet për gjusat, çfarë flet për regjistrimet, çfarë flet për këto mënyra komuniste që janë shekullore në Shqipëri dhe të pranishme. Nuk mundet që nëpërmjet përgjimeve, nëpërmjet telefonatave të arrish në një konkluzion. Duhet që telefonata të jetë indicie, po jo provë. Si mendoni, a ka rrezik që SPAK-u këto përgjime t'i përdor si provë dhe jo si indicie, siç thatë ju, që më pas të shkojë te provat? Dhe do i bjen poshtë përsëri pastaj. Nëse SPAK-u do i marrë si prova, do i bjen poshtë dhe do marrë pafajësinë. Nuk ndërtohet pra themelet e një subjekti me shkumdetit, si thonë. Pra ato donë gur. Dhe për të pas gur duhen provë. Për të pas prova duhet arrish dhe ta marrësh provën konform ligjit, dhe konform procedurës penale. Jo ta marrësh provën penali ose nga indicjet e opozicës apo institucioneve tjera. Pra nëse ne do të bëjmë dënime politike, ja kanë lënë kohë kaluar dhe tani nuk mund të merremi më me dënime politike. Nëse SPAK-u ka prova, hajde bërmë dhe çoje në merri mas. Po nuk ka prova dhe nuk mund të arrijnë provat që janë hellë gjitha. Këto prova përgjime që i nxjerrin tani, ai SPAK-u ka se dolën të reja sot. Pra, këto prova i ka pas dhe nuk mund të arrijnë në një konkluzion për të marrë një mas arresti për Belinda Ballukun apo këtë do tjetër.